Në episodin e së dielës të podcastit të tij Flasim, kryeministri Edi Rama ka folur sërish lidhur me vendimin e gjykatës kushtetuese për ankimimin e qeverisë për pezullimin e Belinda Ballukut. Rama theksoi se çështja nuk lidhet me personin, por me parimin e ndarjes së pushteteve kushtetuese. Kreu i qeverisë bëri me dije për shkak të asaj që ai e quan mosvendimarrja e gjykatës kushtetuese për rastin Balluku, të hënën në mbledhjen e grupit parlamentar të PS-s do të paraqitet një nismë për ndryshime ligjore, që do të jetë transparente edhe për publikun. Duhet ndalem edhe për një sqarim të nevojshëm lidhur me konkluzionet e mbledhjes grupit parlamentar këtë javë pas mosvendimit të gjykatës kushtetuese. Sepse përsëri si zakonisht fillon qarkullon në ajër një tymnaj interpretimesh nga më të ndryshme. Edhe një herë tjetër. Nuk është çështja tek personi, çështja është tek parimi. Dhe në këtë rast, nuk është tek parimi abstrakt, por është tek parimi i ndarjes së panegociueshme të pushteteve kushtetuese. Që do thotë, një vendim gjyqësor për pezullim nga detyrat një ministri, në kuadër të një mase sigurimi penal, ka nxjerrë në pah një boshllëk që është një boshllëk që ekziston sa në koka prokurorësh e gjykatësish. Dhe edhe legjislacionin ton, përderisa në këtë vend pa kulturë të konsoliduar demokratike dhe me drejtësitë pavarur në moshë shumë të mitur, nuk mjafton fryma e kushtetutës që është shumë e qartë, po duhet edhe gërma e ligjit, madje gërm për gërm, qoftë për gjëra elementare si kjo. Gjykata në ushtrimin e kompetencave të saj ka të drejtë të vendos masa sigurimi për çdo person në hetim. Këtë nuk e diskuton askush dhe askush nuk është mbi ligjin, e këtu bijem dakord të gjithë, të paktën të gjithë me fjalë, por unë bie dakord dhe me vepra. Tani më kur as gjykata kushtetuese nuk mori dot vendim për rastin konkret, ne do kalojmë përtej rastit konkret dhe të hënën në cilësinë e deputetit, unë së bashku me kryetarin e grupit Oland Balla dhe me kryetarin e Komisionit të Ligjeve Ursi Manja, pra me 3 firmat tona, do të depozitojmë nismën për të adresuar me njëherë boshllëku në fjalë. Nisma do të paraqitet fillimisht grupit parlamentar në mbledhjen e tij të fillimjavës, ditën e hënë në mëngjes, dhe do të jetë transparente edhe për opinionin publik, pasi prezantimi i nismës do të bëhet me praninë e medias. Ndër të tjera, kryeministri Rama tha se drejtësia duhet jetë e pavarur, pasi sipas tij, pavarësia e pushtetit gjyqësor mbaron aty ku fillon pavarësia e 2 pushteteve të tjera, legjislativit dhe ekzekutivit. Rama theksoi se gjyqësori nuk ka të drejtë të emërojë apo shkarkojë një ministër.